bjen, nuk ka lidhje. veç për më ullë në tavolinë. Momentin që të ullësh në tavolinë, momentin që nuk e shfaqe dhe mbrenësin, gjuhën, karakterin, qëndrimin e shumë gjona tjera, automatikisht bjen. E disa njeri të rriqet fizik për fiziku. Në aspektin e bukurisë. Amo, masanej pasojat i kanë të mëdhaja, momentin që munges edhe ona shpirtnore, tërheqje magnetike, domethënë gjua e përbashkët edhe shumë gjona tjera. Bukuria shpejt kalon, marifeti jetë gjithmonë. Nuk do të më merr me gjona të cilat i përkasin sipërfaqes. Sepse nuk sjellin rahati gjona që përkasin sipërfaqes. Unë pe them një shprehje shpesh herë, po them buka kur nuk ki me çka me lyja jetë në fyt. Edhe një femër që është diçka e bukur, kur nuk ta respekton babën, nuk ta respekton nanën, nuk ta respekton familjen, nuk ta bën për shembull bukur, nuk është i gatshëm me këshir për shembull fëmijët, nuk din asnjë punë shtëpisë me bu, nuk ka diç me bukuri. Nuk ka diç me bukuri, nëse në mëngjes ty për çdo ditë 1 muj, 3 muj, 4 muj, ty çet vish votzime, të bien barku djalë. Po mundesh mi pas dyat. Duhesh me po anja jo është më mirë, jo është mirë ti, po mi pas dyat. Se kjo Mirë, po që ekstreme. po thotë në radhë parë bukuria, jo. Po e pari sen që thoi njerëz, sa i bukur, mandej. I bën njerëzit më një mirë. Po mendim tina unë po kyçta, unë s'po them që ky ka çat mendim. Unë për mendimin çka e shohin të tjerët, po kyçta. Që ato që e shohin të tjerët, për mendim tamin është gabim. A mendon që jeta o ma lehtë për njerëz të bukur? Jo. Jo. Shumicën e rasteve. Biznes, në sen jeta o ma e lehtë për njerëz të bukur. Jo. 100%. Nëse shfryzon, O, ndash mos shfryzoj, të hapen dy Unë e ndryshe. pezo, jo ndoshta 0 për fizik. Po çka sa jam, ka plot si njerëz, 0. ngoshmak. Mëngjesi, po shkelçen. Ka plot njerëz, domethënë që ta ka qit kusht. I punë, i kom pëlqy, si këto kur ka qit pi punës. A unë e lehtë për mu? Po mirë. Unë as ka fshatën egoist, nuk mund të Jo nxjerr. gjithkohë, por ka disa raste, që Mu intenzivim bukuria ka ndodhur. favorizon. Favorizon nëse shëzon. O, ndash shfryzon, ndash shfryzon, është vetë ajo. A jetu di që ai do fol? Po. Jo si jetu di që ai do folën. Kur ty të qitet kusht edhe ka fshatën e gojës, me nxjerr, domethënë për me kon me dikanin, çfarë bën ti? A jetu hjekën? A e kim atlet? Nëse shfryzon, edhe jap mundësi gjithkona, e ki të lehtë. Mirë, po nëse Ky nuk po thot mu bë e dashura e pronarit. po ka vështirësi, bukuria ka vështirësi. Nuk po thot mu bë e dashura e pronarit. Çe po t'jap edhe shumë shembuj tjerë. Dyrt i hapën një fije më ndryshe, një vajzë që është shumë e Ajo bukur. është e vërtetë. Për kontrazi, femrat e bukura kanë vështirësi Kanë shumë dorë të mëdha. studime, i kanë qit njerëzve duke kaptuar në tru, Po. për mja analizu trunin, edhe kanë qit njerëz shumë bukur, domethënë me fytyra simetrike, e kanë qit njerëz me fytyra pak ndryshe. Edhe si reagon truni kur fol ai njeri që ka fytyrën simetrike e bukurin pak më të madhe, është shumë më ndryshe. Domethënë ai njeri e ndëgjon më tepër, e vlerëson më tepër edhe vetëm anës bukurisë, kur gjë tjetër. Edhe nuk e ndërgjon ka njerëz që thotë pasha zotit. Po individuala, ama e kanë studiuar trunin me plot njerëz. Domethënë kjo studim se na reagojmë që ashtu për shembull, pse si dashurohem na. Kur e shef një çik përballë, e shef një çik, një vajzë, nuk e njeh feq, a ke pa që është ta të rjek syri, ose pse ka belin ngushtë se na mashkujt për shembull me gjenetike, me sende, e lypim një femër që mund të mbajë një bebë të mirë, edhe lypim. Po momenton, po si reagon trupi jonë. Aja shkaku pse bën dashniti. Sepse ti nëse se shef, po nëse Ja, ato në bukurinë e kish mundur me pit një kafe. Jo, aja shkaku pse të heq Pëlqimi vëmendje. krijohet si në bazë bukurisë, dashnia në bazë E kuptoj, po. Po mendoj që Mundesh mu dashuroni çiki s'pëlqen fillimisht, ajo e vërtet se e njofton, fol me to, ja zbulon shpirtin, edhe shpirti është tani më i mirë në botë. Ai hapen dy, ajo më ndryshe një femër s'ka bukur se sa. Se ajo përjeton ton jetën. Shpirti përjeton ton jetën, do thonë, kemu plak të gjithë, kemu Sa plak. njeri më ka të rek, për ullë në tavolinë ka pas plot. Mirë, po. Momentin që si të ka qelë gojën, të unë konë do më thonë paqët. Po. Nuk po flasim për materialiste, kupton. Thjesht, thjesht dyrtë e jetës, ai hapen më shumë një femër se është një më e bukur vunë shumë ma shumë me vetveten se mendojnë që gjithmonë nuk e di do me thonë njëri që e ki përballë e fol me ta, një femë në zbukur ju ka pjek në kryq që qaj njërive që ka adon për pamje, jo për njërin që është. Një gjithmonë e nën vlerësume. Po, ajo është mendimi asoj femës, e vërtet. Ajo është se gjithë e ndin veten, kështu unë jam e bukur, çfarë mendimi e ka ai përballë. A din disa femra e bukur mas pari nuk pranohet as në shoqni?
Se thënë kjo ta merë frajerin, ta merë këto, ta merë ato, ta merë ato. Para Ako ka jeta gjykohet. ma e litë, ako ka ma e shtirë. Kur mas porja së shtinë nuk përësh me pas. Jo, po tash e sunë shumë të në vetën, apo din? Po që ta që sunë shumë të njekë, se ke pyetja një femën dhe që është e bukur, e ka jetën ma të letë, a ma të vështirë. Jo, e ka ma të letë në Se mënyrë... ka ma të letë, e ka ma të vështirë. Si hapën dyrë më ma të letë, për kondra, jetën e ka ma të vështirë. Shumë e ka ma të vështirë. Po ti s'posh me folë në emër të femnave se si e femën. Po si, kam njohë si Na po femën. folë... Që ku jena, a jena femna na du të me folën. Ti nuk je femën, na jena femna. Na e dina me që ka ba Allah fa Unë e shumë. përkuptoj ku përdojni me dalë ju. Po jeta ma e shtirë është. I ki do pros, por me këqyr hall e ki ma fështirë. Ma shtirë. Se gjithmonë, pasha zotin, gjithmonë një është në vlerësume, se gjithmonë ti gjykohës në bazë pamjes, për du me thonin, që gjithmonë njëri me ndonë, që shë thash... Edhe tu të bëj femnave të buka. Në Shumica i se shoqni, single. gjelozi, ose adin të akuzojnë në bazë Ani, Ani, pamjes. pse pra jo femën, pse jo femën pra vazhdojnë mu zbukuru, mu ndrejsh, pro pse, më nëse hek. Po, ai do të thonë, nuk po Po hek ka shumë. me qitë në pa, me qitë Të lutem kontrolloj mikrofonin. me qitë në pa bukurinë e vetë. Në që se ko jetin këtë shtirë, për që vazhdo më balë më bukur, me qitë në pa bukurinë e vetë. Se cilë e kemë bukurinë tonë. Individuale, çdo njëri ka drejtë me mojt vetën e vet. Mirë, po kur flasëm për jetesën, Shkurta, të lutem kontrolloj mikrofonin. Nalt, nëse ki me flu. me flok në ashtë. Se cilë e kemë bukurinë tonë. Se cilë i mundëm, ama se cilë e qesim jashtë për me të regu. Na pse kena jetën ma të vështirë, nuk do të thotë që s'do të më grimos. Na grimos mi grimos për vetën tonë. Se na si bujna do me grimin tonë, të tjerët na bujnë dëm neve me fizikun edhe pamjen që kemi. Aty shkaktore është për tjetër ndrejtim neve. Amo jo na ndrejtim vetës. Se na nuk grimosëm për me bo dëm dikona. Na përgosëm, na grimosëm për vetën Unë e tonë. lina shumë ma confident, shumë ma mirë, shumë ma happy kur jo me lyne, ndreqne, Po. Nuk jo personal. A për shepe, din vetëm se Ato që na bujnë të të tjerë, pëlqen vetja dhe qashtu. Ama ato të tjerë që na shkaktojnë, na nuk kena faj. Jo. Na nuk kena qef më na bu të tjerë, na unë Që më keq. gjelozinë, a? Xhelozia është e tepërt. E pse ka Ke shfena... femrat e bukura hekun shumë edhe xhelozohen edhe bullizohen. Ore edhe mo janë në venet e lira. gjelozon Ani, tonë, me heka shumë, shumë e bukur, ndaç pak e bukur, ndaç... Dëgjoj, pse ka hyp ka shumë, pro,